Pritet rritje e çmimit të bukës në Kosovë pas shtrenjtimit të rrymës. Sipas burimeve të mediumit Foldrejt, çmimi i bukës në Kosovë pritet të rritet në ditët në vijim, si pasojë e rritjes prej 15% të çmimit të energjisë elektrike. Sipas burimeve tona, furtorët pritin të rrisin çmimet si pasojë e rritjes së çmimit të energjisë elektrike, sepse kjo rritje do të ndikojë drejt për drejt në koston e prodhimit dhe si rrjedhoi edhe në çmimin final që paguan konsumatori. Rritja e çmimit të rrymës ka ngjallur pakënaqësitë e mëdha në opinionin publik, ku qindra qytetarë të zemëruar kanë marshuar në sheshet e Prishtinës kundër vendimit për shtrejtimin e energjisë elektrike. Asnjë cent më shumë nuk paguajmë për dështimet tuaja dhe qeveria a jemi qytetarët apo me monopolin, ishin disa nga parullat që qytetarët mbonin në duar, duke kërkuar nga qeveria që të në anulimin e rritjes së çmimit të rrymës. Organizatorët e këtij marshimi paralajmëruan se nëse nuk merren mosa urgjente, kundërshtimet do të intensifikohen. Në anën tjetër, qytetarët shprehen të shqetësuar për përballimin e jetesës, sidomos në prag të nivelet të re shtrenjtimesh në produkte të bazë si buka.